Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Një deklaratë e komisioneres për zgjerim Marta Kos ka ngritur në Shqipëri një furtunë. Furtunat e ne janë gjëra tani të zakonshme. Me që nuk i para i bën natyra, i bëjmë ne vetë. Në deklaratën e saj, Marta Kos nënvizoi se lufta kundër korrupsionit nuk është vetëm punë ligjesh, sidomos në vende si Yni që e pranojnë korrupsionin. Nuk tha eksakt që ajo, tha, si që da dëgjoni, një fjalë që ne edhe vendet fqinj, nuk veçoj vetëm Shqipërinë, janë brenda kësaj suaze që na pëlqen dhe korrupsioni. Se ndryshe, nuk ka si të zgjedhim të klasë politike, si të tuash, nuk ka si të zgjedhim në këta qeverisës që kishim dhe kemi e tjera e tjera. Me thënë të vërtetën, ky është një pohim, si që thash, i drejtë. Ne kemi pjellë këtë klasë politike të korruptuar dhe vetë shoqëria ka filluar të bashkëjetoj normalisht me korrupsionin. Bile shpesh kënaqet. Në mëngjes një pjesë e madhe e popullatës, ku ne jetojmë, del në mëngjes me hark në dorë për të kryer këto lloj punësh. Por kjo nuk do të relativizuar dhe do të thënë që ne jemi, po si mund të ndryshoj. Por më rash për këtu ka reaguar opozita. Në fillim Gazi Bardhi, të cilin në redaktori ynë e telefonoj, por ai nuk e hap më telefonin, që pas një emisioni që kemi pasur këtu bushat, të kujtohet ty besoj kom parë, kemi pas një Olsi Ramana, nuk e di se që ishte një gjithë e kjatë. Jo, unë e kam parë, po s'kam qenë vetë prezent. Jo, e kam pas si spektator. O, si spektator, ndoshta, po ka shumë kohë, dhe ai nuk, Gazi Bardhi nuk e hap, a ishte i hapur, ne jemi të hapur, ta dëgjojmë dhe të thotë çfarë të dojë. Jo vetëm në studiot që ai bën dhe pyetjet dhe përgjigjet. Dhe jo mos e delte ke FMC-u ai. Po dhe aty bën dhe pyetjet dhe përgjigjet. Kam idenë. Them dhe unë, kupton tani. Jo, kjo s'është korrekte. Jo shko punohet. Ju dhe tani më hajde këtu mua të më tani. Pra thamë në fillim Gazi Bardhi dhe pastaj doktori ju sulën Marta Kosit me bukën torb. Për këtë çështje dhe për drejtsinë përgjithësi, pastaj do zbresin të drejtësia duke marrë shkas nga Marta Kosi, do të flasim në emisionin e mbrëmjes së sotme të ftuar në studio, zoti mentor Nazarko në studion 2, mentor mirëmbrëma, faleminderit shumë. Jemi të barabartë këtu, ndoshta ti do jesh dhe më shumë. Klodiana Lala, pastaj do ngjitesh lart në pjesën e dytë me Iranin, që vjen punë të luftës, janë ngatruar dhe ato më shumë. Klodiana Lala, me ofiqet e gjitha të tjera, zoti Agron Shea, kryetari i Partisë Mundësia, Eugen Beci dhe Andi Bushati, faleminderit. Faleminderit ju. Tani, të ndjekim në fillim që të kuptoj popullata sinkronin me deklaratën e Marta Kos. Me një sinkronin ju lutem. Kur flasim për nevojën që sistemi të jetë funksional, natyrisht doja të rikthehesh atë Shqipëria, por edhe te Serbia. A jeni e shqetësuar për situatën aktuale në Shqipëri? Për shembull në lidhje me prokurorinë e posaçme dhe faktin që zvendes kryeministria u detyrua të jap dorëheqjen dhe u shkarkua nga detyra për shkak të akuzave për korrupsion. Shqipëria natyrisht është e dyta pas Malit të zi në garën për tu antarësuar në blok. Do të doja të na jepni pak perspektivën tuaj mbi situatën dhe mënyrën se si zoti Rama po e menaxhon atë deri tani. Shqipëria ka bërë një punë të shkëlqyer. Tani jemi në proces nga ana e shteteve anëtare për të kaluar nëpër kriteret e ndërmjetme për sundimin e ligjit dhe situata duket pozitive. Megjithatë ka disa raste specifike dhe ju përmendët rastin e Ballukut, të cilin ne po e monitorojmë nga afër. E dini, SPAK-u, Agjencia kundër korrupsionit në Shqipëri, po bën punë shumë të mirë. Dhe në një farë mënyrë është normale që të zbulohen raste të tilla. E rëndësishme është kur këto raste dalin, si janë reagimet dhe kjo është ajo që ne gjithashtu monitorojmë. Një çështje tjetër lidhur me luftën kundër korrupsionit që është tipike për të gjitha vendet kandidate, është se mund të kesh legjislacionin më të mirë për ta luftuar korrupsionin, por nëse korrupsioni pranohet në vend, atëherë ke një problem tjetër. Të gjitha këto vende po kalojnë këtë proces ndryshimi të mentalitetit ndaj korrupsionit dhe kjo kërkon kohë. Pra, Marta Kos thotë që mund të kesh ligjet më të mira në botë, në fakt ligjet nuk se na kanë munguar, dhe në kohën e shokut e nverë të xhaxhit ne kishim ligje, por ligjet ishte ligji, ishte edhe maligji. Por
mund të kesh ligjet më të mira, thot, po kur korupcioni pranohet në vend, është edhe çështje kulture në njerë, ky është problem tjetër. Pas kësaj deklarate ka reaguar kryetari i opozitës Berisha, që e quan racizëm këtë sjellje të Martakosit, këtë deklaratë Martakosit. Ja le ta ndjekim. Deklarata e komisioneres Marta Kos, një ditë pasi partia e saj fitoi zgjedhjet në Sloveni dhe si sfoli gjerdje, është një deklarat e mirëfillt, raciste dhe korruptive. Nëse kemi të bëjmë me korrupsion politik apo korrupsion monetar, kjo është çështje e institucioneve të hetimit të Bashkimit Evropian. Por të akuzosh një shoqëri se pranon korrupsionin në një kohë kur mbështet hajdutin me gjithë peshën që ka komisioni, pak me thënë, po ngjet si ortak i tij. Pra, kjo ishte deklarata, racizëm i pasër, thot i Martakosit, doktor Berisha. Tani, për ftuarit, çfarë mendoni për deklaratën e Martakos? A ka të vërtet në atë që ajo thotë, a jemi në një shoqëri që e ka pranuar korrupsionin? Akoma më tej, a jemi shoqëri e korruptuar? Kush fillon? Agrone, fillon ti me që tjerët janë pjesën, dhe pastaj vërtet. Tani, kjo nuk është e vetmja, besoj, që shikon Shqipërinë edhe thot, në Shqipëri duhet ketë një problem me pranimin e korrupsionit. Sepse për çdo ndërkombëtar që interesohet pas Shqipërisë dhe shikon çfarë po ndodh në Shqipëri, sidomos tani me përplasjen midis drejtësisë dhe pushtetarëve të korruptuar, dhe kur shikon që të gjitha partitë politike, sidomos dy partitë më të mëdha, rreshtohen në mbrojtje të korruptuarve, dhe kur ju intereson, kuptohet, dhe kundër drejtësisë, thot, se këtu pas ka një problem me pranimin e korrupsionit, mbi të cilën duhet punuar. Kjo nuk më çudit. Kush është ai që do shikonte gjendjen, do shikonte media, do shikonte qëndrimin e deputetëve, e qeverisë, e opozitës, dhe nuk do mendonte që në Shqipëri korrupsioni pranohet. Ti e ke thënë shpesh këtu në studio, apo jo, Ylli? Ky është një vend që korrupsioni pranohet. Po. Por në fakt, jo pranohet, po është shumë prezent. Ajo që kuptojmë nga kjo deklarat, është që ne nga Shqipëria, nga këtu ne përcjellim mesazhin, jo vetëm tek jo, po kudo, që në Shqipëri korrupsioni është i pranuar. Ne duam korrupsionin. Por si është e vërteta? E vërteta është që nëse ne shohim, mjafton të shohim sondazhet, mjafton të flasim me njerëzit, mbi 75% e shqiptarëve janë me spakun, janë në mbështetjet korrupsion, janë në mbështetjet. E kemi shumë të gjerë. Pasi mbarojmë të Martakosit. Dakord. Po këtë mbarojmë këtë deklaratë se unë marr spakun. Pyetja është e vërtetë apo s'është e vërtetë? Jo, pastaj se do dalim se 20 njerëz të zgjedhur tani agron. A mundet 20 njerëz të rregullojnë shoqëri që është kaq e korruptuar tani? Pastaj do dalim ta jo. Aty do flasim pyetja jote ishte, është e vërtetë? Pyetja jote, është e vërtet apo s'është e vërtet? Deklarata e Martakosit apo jo? Ja e pranojnë korrupsionin apo që është e vërtet deklarata? Është e vërtet se na e tregove ti. Është e vërtet çfarë ajo? Çfarë ajo thot, dakord. Dhe po të them që po të shikojmë thjesht sondazhet, 75% e shqiptarëve janë me spakun kundër korrupsionit. Por ka një keqkuptim nëse e shohim. Ne keqkuptojmë faktin që shqiptarët janë të pafuqishëm, të dorëzuar deri diku, dhe këtë interpretojmë si pranim. Jo, nuk janë fare, nuk e pranojnë korrupsionin. Janë të marrë peng. Nuk din çfarë të bëjnë. Janë dorëzuar. Dhe fatkeqësisht, një pjesë e mirë e tyre, nga që nuk shikon zgjidhje, ikën. Largohen nga Shqipëria. Kështu që mos të interpretojmë pafuqinë me pranimin e korrupsionit. Nuk ka lidhje. Jo, është me thellë, agron, po ne nuk e kemi temë më vete, po diskutojmë rastin në fjalë. Ne jemi pak otoman tani, se na pëlqen kjo gjë, po themi është e vjetër. Shiko, dhe po e mbyll për në fjalën tani. Tani, Ylli, dëgjoj Ylli. Tani ne jetojmë në këtë kontekstin ton. Para se të hyja në politik, bëja një jetë tjetër. Isha në biznes, kisha me 10, me 100 bashkëpunëtor, më falni. Do thotë që ti je gjithkush. Po më le ta mbaroj, se nuk thash unë. Ti ke ardhur me kostum kamuri
nga biznesi që ke patur, ndërsa të tjerët kanë ardhur agron, prej ndryshe nga ty, kanë ardhur që të bëjmë para. Më lejo ta mbaroj. Më lejo ta mbaroj. Mbaroj, dakor. Po thosha, unë jetoja në një kontekst ku njerëzit me cilët unë kisha të bëja me qindra, me 10 bashkëpunëtor, ishin njerëz që nuk jetonin me korrupsion, jetonin me punë të ndershme. Nuk është e gjithë Shqipëria kështu siç shohim ne. Nuk përfitojnë gjithë nga korrupsioni. E vuajnë korrupsionin, absolutisht. Tem tjetër. Nuk është tema, kjo është ne për të po flasim. Po ti tani do të justifikosh dhe këtë që kemi si e kemi ne këtë tani? Ç'a kemi? Atë të keqe që kemi, që na pëlqen kjo punë e korrupsionit. Ne duhet ta themi. Po ta mendojnë ndryshe ai. Jo, nuk e mendon ndryshe. Nëse u pëlqen Ylli, po pse? Nuk e mendon ndryshe, jo. Është korrupsioni këtu thot. Po merrem Ylli një sekond, po pse të njëjtët të cilët ju pëlqen korrupsioni kur shkojnë jashtë nuk ju pëlqen më korrupsioni dhe nuk janë më të korruptuar dhe nuk thehen atje. Sepse gjërat tu agroni kanë marrë 20 veta. Preferojnë të rinë në një vend ku s'ka korrupsion, por nuk thehen se do të kanë korrupsion, nëse ti thua që janë gjithë korruptuar dhe kanë të gjithë një. Jo të gjithë, jo. Shumica. Se themën. Jo, Ylli, shumica. O Ylli kanë 35 vjet, janë marrë peng, nuk din çfarë të bëjnë, nuk din nga ta mbajnë. Okej. Bushat. Tani, deklaratat e komisioneres për zgjerimin është një gjë që është si një kub me disa faqe, që varet çfarë faqe e shikon. Unë, ndryshe nga Groni, unë besoj që ne jemi një shoqëri që jemi më të infektuar nga korrupsioni se sa shoqëri perëndimore. Pra, edhe atje mund të ketë korrupsion politikanësh, por nuk vjen automatikisht që të ndalon policin rrugë dhe t'i japësh 10.000 lekë. Pra, ne kemi dhe korrupsion, e kemi nuk e di ti hy nga ana sociologjike, vjen nga perandoria otomane apo nga vjen. Pra, ne kemi, por problemi është, pra, komisionerja për zgjerimin nuk është komisionerja antropologe që i hyn historisë të shqiptarëve. Në qoftë se e vëre me vëmendje, ajo është pyetur. Rasti Balluku dhe si sillet qeveria Rama ndaj rastit Balluku. Pra, sikur t'i bëje kësaj komisioneres pyetjen, moj zonja Kos, është Shqipëria diktaturë? Dhe ajo të përgjigjej. Po, ishe gazetar tjetër, se po të vëmë ne, do të bëjmë, mund të bësh tjetër unë. Jo, prit pra, mirë, po mos ndërprit se përpiqu të ma kuptosh pastaj ndërry. Pra, në qoftë se i bën Shqipëria diktaturë dhe ajo të përgjigjej, po Enver Hoxha ka qenë diktator. Ajo pyet për Ballukun, jo për antropologjinë e shoqërisë shqiptare. Dhe në këtë sens, ajo çfarë përdori? Përdori të njëjtën tezë që Edi Rama e ka elaboruar gjatë, që ne jemi një shoqëri e korruptuar. Madje Edi Rama njollosi edhe regjim mirë periudhën otomane, por dhe regjimin komunist, si atëre mund të kishte çfarë duash, po vetëm për korrupsion me lek nuk mund të thuash. Pra, kemi fare dakord për atë, se ka një nivel korrupsionit jashtëzakonshëm. Mund të diskutoj. Bjedhje, themi abuzime detyrën. Mund të diskutoj. Abuzime detyrën është tjetër. Pra, do me thënë, Marta Kos këtu meriton të kritik të thellë, sepse nuk u mor me çështjen Balluku, po u mundua t'i rreshkas çështjes Balluku, duke përdor një tezë që ka përdor para Rama, që unë jam kalor si antikorrupsion në një shoqëri totalisht të korruptuar. Kur, para 20 vjeç? Kur? Që tani ai besoj se e thotë apo? Jo, Edi Rama diku me një herë ka mbajt një fjalim gjatë në asamble, ku nxori direkt mbas Erion Veliajt, ku nxori këtë idenë që dëgjo, këtë që po bëjmë ne s'është bërë qenë koti Ismail Qemalit, tu e tha për e të parë se kjo është një shoqëri e korruptuar, Ryshfeti, otomanët, edhe në kote Enverit kemi qenë të korruptuar. Pra, unë jam kalor si që do shpëtoj 200 shekuj Shqipëri nga korrupsioni. Dhe ajo ka thënë fiks të njëjtën gjë. Pra, ajo ka marrë nga Tirana në Bruxelles dhe ka eksportuar gjën Edi Rama. A është ky racizëm si që thot Berisha? Jo, nuk është racizëm. Ky është mercenarizëm. Pra, ajo
bën Ja, kam unë një paqartësi që... sepse ja dhe ta pyes në ty fjalit dhe ma fundit dhe shpjegon. më pyet sa duar. Po ta përsërisësh dhe një herë videon ti dhe të shikosh me vëmendje për çfarë pyet gazetari. Gazetari e pyet çështja Balluku, korrupsioni dhe si qeveria Rama po sillet ndaj këtij rasti. Ajo nuk merret me Ramën, po ajo këta janë një shoqëri e korruptuar që edhe po bën ligje të mira, këta si shftojnë dot korrupsionin. Tani bëj pyetje sa duar. Në lidhje me atë që tha... Ja, vetëm një sekond. Ja, vetëm një sekond. Do ishte më njërë, po një sekond. Okej. Dakord, po e pranojmë që është kështu. Ajo thot një fenomen që është kulturor dhe shoqëror në Shqipëri. Ajo përdor për manipulim, Dakord. them unë, kulturor. Tani unë po të pyes ty, çfarë ka Marta Kos kur doktori del thos dhe vërtet kundër korrupsionit dhe denonson Marta Kosin për racizëm, kur është i pandehur në SPAK për korrupsion. Do me thënë, pra, këtë luftën kundër korrupsionit e bëjnë të korruptorit, super të korruptorit, duhet dalin këta tani dhe të Sali Berisha, Edi Rama, Edi Rama dhe Marta Kosin. Bashkë i kemi, të dy, Marta Kosin dhe këte, unë i kam bashkuar, sepse, e di pse mora shkasun, jo. Berisha, Edi Rama, Ilir Metaj, Ziu që është mburë, këta gënjen më janë. Ore, ashtu mendo, shiko tani, Bashkimi Evropian mendoni gjithi, ne kujtojmë se ta kemi arbitër, dhe arbitri të tratë është bërë palë. Me shojnë këtu. Arbitri është bërë palë, pra. Si janë të korruptuar këtu. Arbitri përsërit tezën e Edi Ramës. Kjo është lajmi. Kjo është, ne jemi, ne jemi shoqëri. Po dakord, Po, s'ka dyshim. do me thënë. Dhe tani ty duhet të dalin si shteti Rama që doli Rama i pari në momentin e Veliajt, dhe Saliu sot, një minut, Rama dhe Saliu, dhe këta të na shkorruptojnë, dhe pas ka faj Marta Kosi. Në 21 janar, po t'ishte Marta Kos, dhe t'i thoshin, ore, janë të pranueshme për ty vrasjet politike, dhe Marta Kos, e asaj kohë thoshte, po kjo është një shoqëri që vjen nga vrasje politike të panumër. Relativizon krimin aktual. Të tha ambasadori, a e ke për 20 janarin, një minut. A thua për 20 janarin. Po pra. I që emrin e Marta Kosit, ambasadori Amerikan tha, Sali Berisha zbur shteti. Se dim një këtë? Dhe ti ke qenë kundra dhe unë kam qenë kundra. Kur aji... Edhe për këte mo dhe këte. Aji Palazzo tha ashtu. Dhe kjo Palazzo bërit një të njësë. Që tani janë ngritur, e di që më bushat. Që tani janë ngritur, këta që akuzuar në SPAK për të korruptuar, dhe duhet të shkorruptojnë këtë vend. Ti po na pyet neve. Pra, ti po na pyet neve. Është normale deklarata e Marta Kos? Është një deklaratë prej mercenare. E theti, prej mercenare, e the. Si e bën Rama, si e interpreton Saliu. Të njëjtën gjë që the, ti ketë njëti me dim që ka Saliu për këtë. Okej, mercenare, jo të njëjtën se Saliu me Gazi Bardhi. Gazi Bardhi e tha këtë qëteti. A i tha Saliu e qoj në racizëm. Jo, Gazbardi atere përfaqësues tjetër i Partisë Demokratike, sa të njëjtën gjë. Ka përsëritur të njëjtën tezë të Edi Ramës. Unë nga deklaratat që kam dëgjuar nga Marta Kos, që ditën e parë, deri më sot, unë s'kam qenë kur dakord me deklaratat e saj dhe kam menduar gjithmonë që kanë qenë deklarata të pamjaftueshme dhe jo të sinqertë, janë diplomatike, le themi. Nuk ka kapur kur thelbin. Por të shikosh të deklaratet, ta dëgjosh, ku ti ajo për herë të parë, thot qartë që që SPAK-u ka bërë një punë të shkëlqyer, që çështja Balluku është një çështje që ne po ndjekim edhe mbrojtjen që Edi Rama i ka bërë Belinda Ballukut, dhe ka thënë, si shumë ndërkombëtar tjerë që shohin Shqipërinë, thonë, po aty ka një pranim të korrupsionit që është tipike e vendeve që duan të antarësojnë në Bashkimin Evropian. Dakor, tani, kjo si e ka krijuar të bindjen, jo vetëm kjo, po dhe shumë të tjerë, se nuk është e vetmja. Ndërkombëtar thonë, në Shqipëri, ose Shqipëri është e pranojnë korrupsionin. Tani, dikush e shikon nga jashtë dhe thotë, zëvendës kryeministri akuzohet për korrupsion, se ka abuzuar me detyrën, dhe nuk del asnjë deputet, ministër, përfaqësues i Partisë Socialiste, të thot një gjysmë fjalë, të thot, por e shikoni se është akuzuar kjo tjetër, ka vjedhur miliona euro, asnjë. Dhe pastaj, edhe syt nga opozita, dhe shikon, del Gazbardi thot, dhe reagon për, po Gazbardi, po si ishte mundur që në opozitë në Partinë Demokratike nuk ka dalë një njeri
të thot që kryetari është i akuzuar për korrupsion? E shikon ai që kryetari vet është i akuzuar për korrupsion? Tani, ai që është jashtë thot, më fal, ai shikon dy partitë kryesore. Ty kryqishim e bashkë. Po pritet, tani kush e sheh nga jashtë? Kush e sheh nga jashtë thot? Tani në Partinë Socialiste kapet një sekond. O ta mbyll, Ylli ta mbyll. Po do t'i thuash po Dikush që sheh nga jashtë, mund të jetë edhe mercenare, mund të jetë shitur, unë nuk e di. Ore mund të jetë bler nga drama. Kush e shikon nga jashtë thot? Shikon që brenda Partisë Socialiste nuk del askush që të ngrëzërin të thot një fjalë për korrupsionin. E njëjta gjë brenda Partisë Demokratike. Nuk del askush. Një fjalë se s'duat të shpresë. Ç'a do thot? Më fal, jo vetëm ta mbyll. Pyetja ime është kjo. Pyetja ime është kjo, më fal. Çfarë duhet? Ajo foli për shoqëritë. Një sekond. Është më thellë ajo. Është më thellë, po shoqërinë ajo nga e sheh. Ajo nuk flet me shoqërinë, ajo shikon përfaqësuesit e kësaj shoqërie dhe ne jemi shoqëri e korruptuar. Më fal, çfarë duhet të mendoj? Ajo nënvizonte jo vetëm Shqipërinë bushë. Jo vetëm. Jo, është pyet për Shqipërinë. Dëgjoj. Çfarë duhet të mendoj një juaj? Kur shikon që përfaqësuesit kryesor të dy parteve dhe media gjobaxhie ke, jo nga politika, thjesht kanë dalë në treg si gjobaxhi për të kuptuar që ne jemi Nazarko. Më vetëm ta mbyllë, një sekondë ta mbyllë. Po, më konkludoj që ne po diskutojmë mbi qëllimet. Unë nuk po them, ajo mund të ketë patur një qëllim dashakeqës, nuk po them edhe mund të jetë. Por them thjesht, sa e besueshme është kjo gjë? Çfarë duhet të mendoj? Sa i thot ne jemi shoqëri, sa i kërkon vota, ai thot ne jemi shoqëri e korruptuar. Unë them ne jemi shoqëri e korruptuar. Thash këti po me Doreza pak, se dhe s'ka faj tani këtu. Jemi dy fjalë edhe në strukturë, sa ajo ka në strukturë. Unë po të mendoja që kjo është një shoqëri e korruptuar dhe do korrupsionin, unë nuk do isha këtu ku jam. Do shikoja punën time, do isha vazhdoni dhe bëheni, unë besoj në atë që them. Tani kjo akuza që ngrini her pas here, që unë jam politikan dhe them diçka dhe nuk them diçka tjetër, sepse dua votën, nuk është e ndershme. Sepse njëjta gjë vlen edhe për ju. Dhe ju doni vëmendjen, dhe ju doni kujdesin, dhe ju doni dakord me drejt. Lutem dhe prandaj ne mund ta mendoja, unë po të mos isha i bindur që shoqëria shqiptare vuan nga korrupsioni, por shumica e shqiptarëve nuk e duan korrupsionin. Edhe ata që mund të duken se duan korrupsionin, sepse nuk e dinë se si është të jetosh në një vend të pa korruptuar, se po ta dinin, nuk do ta donin korrupsionin. Në spital, këtu paguhet polici, këtu paguhet për të marrë provim, jo pra se kam për të marrë kam thënë ekspert atë, kam thënë tjetër. Nëse ti vete në spital me një të afërmit dhe i thua dhe ai të thotë, "Më jep 10.000 lekë ta shoh." Ti ç'a do bësh? A futesh dorën në xhep dhe japësh apo ti thua, "Jo, unë nuk pranoj korrupsionin." Çfarë do bësh? Ky është normalizimi i rrugëve të shkurtra që ka shoqëria. Kush e ka fajin? Kërkon mikun, kërkon korrupsionin. E ka fajin qytetari. Ta shpjegoj. Po jo, mos më shpjegoj. Është çështje kulturore. Zonja foli e sëmur. Nëse ti je sëmur, ke nevojë për një shërbim dhe mjeku të shikon në kokër syrit dhe nuk të prek me dorë. Çfarë bën? Po dorën në xhep apo thua, "Jo, unë korrupsionin jo, lutem tani mos flisi kot. Po dorën në xhep ç'ke me të, dhe nuk je korruptuar. Dhe kjo nuk të bën të korruptuar dhe kjo nuk të bën një qytetar që pranon korrupsionin. Dhe kjo hyn ke vuan korrupsion. Atëre, në kuptim të kriminologjisë, në kuptim të kriminologjisë, kjo hyn ke hipokrizia kolektive. Të gjithë në publik e luftojnë korrupsionin dhe kur vete privat ke problemi i vet, gjen një mik, gjen një ndërhyrje, gjen para. Në çdo kur vete privat që je në privatësinë tënde, jo në luftën në korrupsionin publik. I detyruar. Atëre, të flasim për deklaratën, të flasim. Ja, dy fjalë deklaratën, Lala dhe ai. Duke qenë se zonja foli për legjislacion, atëherë ne duhet kuptojmë diçka tjetër. Në rast se sistemi shpërblen korrupsionin, kur flas për sistemin tërë sistemin e drejtës të shtetit, normal që njerëzit përshtaten. Në rast se sistemi e lufton korrupsionin, ashtu siç ajo pretendoi që ka legjislacion, njerëzit do përshtaten në të kundërt. Rast avokat sistemi cilja do ndryshojë shumë ushqen korrupsionin. Sistemi e ushqen dhe problemi është strukturor, jo real. Okej. Jo moral, më fal. Lala, mund të luftohet korrupsioni me kaq sa tham tani shembulli Mart. Kjo përplasja me Marta Kosin, gjetëm kontekst këtu për të hapur këtë lloj biçede, cilë do ta vjojmë më tej. Mund të luftohet korrupsioni ti tani 5 fjalë dhe pastaj mentori, mund të luftohet korrupsioni në një shoqëri ku të gjithë hallkat kanë filluar të korruptohen. Atë që tha. Unë nuk ndaj që jo vetëm në institucione por kudo. Është e korruptuar. Pra këtë duhet ta ndajmë. Domethënë as nuk besoj që njëri është i detyruar të korruptohet për shkak të një halli personale të tjera me radhë. Unë mendoj që një pjesë e shoqërisë e relativizon korrupsionin, pra nuk e denoncon, mund ta shohë, por thotë nuk është problemi im dhe nuk shkon të trokas në dyert e institucioneve.
dhe relativizimi ose qëndrimi në heshtje na bën ndoshta ne të dukemi në sy të tjerëve si njerëz si shumicë e korruptuar, por nuk besoj që kam përshtypjen që pjesa dërmuese e shoqërisë nuk është e korruptuar. Ky është qëndrimi im, sepse unë has në përditshmërinë time plot njerëz të cilët realisht fitojnë jetesën e vet me punë të ndershme. Nuk bie dakord është e drejta juaj, po unë... Unë isha pardje me një tërezë... Po unë kam të drejtën të them ato çfarë unë mendoj. Me biznesmenë në dhani drekë, mua dhe një kolegë tjetër gazetar, dhe kirasën dhe tavolinën ngjitur, dhe që ishte drejtësisë dhe filluan të shpjegojnë që tani jo vetëm asgjë s'ka ndryshuar. Po kjo stregon asgjë për korrupsionin. Po ta mbaroj se ti se di çfarë po them. Okej, po çoj deri në fund. Po çfarë po them? Do drekat e Po them një gjë. Po dëgjoje pra, dëgjoje. Po ma shpjego pra. Dhe e kishte thënë dhe Silvinjo se dhe ishin të shpetës viktima, nuk ishte më thënë, jo më hiqet drekën në rastia ishte, se dhe tiri në dreka darka, gjithmonë, lere këtë punë e drekës anit, se s'po bëjmë më morë, po të them një gjithë thjeshtë, që njerëzit aty, që ishin në shoqëri, thoshin, jo vetëm asgjë nuk ka ndryshuar, por vetëm është rritur vlera. Po kjo jo domosdoshmërisht infekton dhe bën të korruptuar të gjithë shoqërinë. Bravo, Klodi. Këtë mendim këti. Po këtë mendim kam unë dhe s'ka perëndim. Toleranca ndaj abuzimit, mos po pra, fakti që dakord pra dakord, fakti që ne relativizojmë, nuk reagojmë, se yll shtron një pyetje, thotë, a mundet Spaku ta luftoj korrupsionin? Nëse ti thua që rezultatet flasin. Të fjalin, atëherë Spaku i vetëm nuk mund ta luftoj korrupsionin, se që të luftoj korrupsionin do duhet të ketë denoncime. Pra do të thotë, nëse unë gjeten përpara një rasti korrupsioni, nuk ka si ta di Spaku të fus fallë, do shkoj unë ta denoncoj, do shkoj Bushati, do shkoj Eugeni, do shkoj Sheha e tjerë në radhë. Pra fakti që nuk shkojnë pra, praktikisht nuk ka denoncime dhe njerëzit e relativizojnë, por kjo jo të... Po këtu do zbresim tani, do zbresim. Pra ti ke idenë që nuk thaj shoqëria e korruptuar. Po se këtu po hidhet ideja sikur gjithë shqiptarët janë të korruptuar. Pjesa dërmuese, po them një shoqëri ku pjesa dërmuese, hallkat e pjesës dërmuese kanë filluar të korruptohen. Dakor, ti ke mendim tjetër, në rregull. Mentor. Shiko, mu duk analizë shumë e saktë ajo e zotit Sheu, e politikanit Sheu, sepse e morin në tërësi të gjithë elementet e deklaratës së zonjës Kos. Kështu që ajo mu duk deklarata me saktë. Për hir të vërtetës, po duhesh bësh avokatën e djallit. Zonja Kosi ishte e saktë me atë që tha dhe për një arsye tjetër. Shikoni rezultatin e zgjedhjeve të fundit. Në qoftë se populli shqiptar vendos që të vlerësoj Partinë Socialiste, e cila është e kapur nga skandalet që në fundin e mandatit të saj të tretë, dhe vazhdon edhe në sondazhe të jetë në kuota të larta, domethënë ky është një popull i cili vlerëson korrupsionin, pra po duhesh ta shikosh në mënyrë të pjesshme deklaratën e Kosit. Por nuk besoj që Kosi niset nga ndonjë interes personal, sepse e kam dëgjuar këtë hipotezë që ajo është njeriu Sorosit, është afër me Ramën e tjera. Unë mendoj që ajo që... Se Kosi është me Sorosin? Po është një hipotezë e tillë që shiko ajo është pjesë e rritit Sorosit, kjo është arsye pse mëra. Por ata që unë mendoj që gabimi që bëhet në mënyrë të pavendishme, që s'da plotësoja zotin Sheha është kjo, shiko, populli vazhdon voton Partinë Socialiste, megjithëse ka këtë përqyrshmëri të lartë për Spakun, edhe sepse ndoshta nuk ka mungesë, sepse ka mungesë alternativa, pra nuk është shef tek opozita, është shef, kjo është arsye pse është rritur partia e zotit Sheha apo partitë e reja, ndoshta të zgjedhjet e ardhshme partitë e reja do të marrin shumë se sa ç'kan marrë. Po ka diçka tjetër që doli jashtë analizës që u bë në studio, është që Kosi është për nga pozita e saj dikushi që duhet të jetë avokati i zgjerimit. Bashkimi Evropian ka marrë detyrën që në fillim të 2027-s të legalizojë hyrjen e Ukrainës dhe Moldavisë. Mirë, po nuk mund ta bëj këtë pa futur edhe Shqipërinë dhe Malin e Zi në BE, sepse këto janë vendet Ballkanit të cilat konsiderohen të ekspozuara ndaj rrezikut rus dhe që janë duke pritur të kderë Bashkimit Evropian për shumë vitesh, dhe kështu që hapja e dyreve do të bëhet njëkohësisht dhe për Ukrainën, edhe për Moldavin për arsye gjeopolitike, por edhe për dy vendet Ballkanit. Kështu që Kosi është e vërtetë që është duke relativizuar problemet e këtyre shoqërive ballkanike, të Shqipërisë posaçërisht me që u pyet për Shqipërinë. Por e bën këtë nga pozita e dikujt që mbron punën e vet. Ajo do që të fusi patjetër mercenare e kryeministit. Po jo, kjo shiko, Berisha asaj çfarë thot Bushati. Shiko, Berisha e sulmon atë
sepse në gjithë këta komisionerët, për shkak se ajo përfaqëson një vend i vogël, duket më atakueshme. Nuk guxon të atakojë dikë tjetër që është gjerman, që është francez etj. Ai duket më lehtë që të atakojë njëri tillë. E dyta edhe sepse ajo është vendosur në qendër vëmendjes pra e lidhur me shërbimet jugoslave, e akuzon sepse nuk mund të akuzoj për atë që ajo ka shpenzuar fjalë të mira për Shqipërinë, për cilësinë e negocimit në ato kapitujt e parë. Dhe kjo është arsye. Berisha nuk mund të akuzoj që pse Kosi ka thënë diçka të pavërtet. Pse Kosi është në favor të zgjedhjes. Prit një sekondë se Agroni thotë atë që ke thënë në favor të këtij. Po është e vërtetë. Po jo, më se problemi nuk është e vërtetë, se unë nuk vërtet. Thoj Agron pse s'është e vërtetë ajo. Unë nuk thash se unë jam dakord me çfarë ka thënë Kos. Nuk thash të. Thash që e parë nga jashtë, ajo mund të keq kuptoj dhe të mendoj që këtu e duan korrupsionin. Unë thash që kjo nuk është absolutisht e vërtet. Unë nuk them si dhe ti që gjoja këtu në Shqipëri, qytetarë shqiptarë mbështesin korrupsionin, se derisa votojnë Edi Ramën. Jo, kjo është analiza ime. Kjo është analiza ime, jo saj. Jo, dakord, kjo është e jotja, por nuk jam dakord as me analizën tënde, këtë po thosh. Dakord. Unë mendoj që shqiptarët janë të marrëpeng dhe janë të dorëzuar, janë të pafuqishëm dhe kjo pafuqi mund të duket, mund të interpretohet si pranim. Por ne harrojmë që zgjedhjet në Shqipëri bëhen në kushtet ku ka një kontroll pothuajse absolut mbi mediat dhe praktikisht shqiptarët nuk e dinë të vërtetën, nuk e dinë shqiptarët, për shembull nuk e dinë sa media është diskutuar si çështje që një pjesë e mirë e kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste të Edi Ramës ishin në hetim për korrupsion, ishin në akuzë për korrupsion. Po të ishin në një vend normal në Perëndim, kjo do ishte çështja kyçe, diskutimi kyç në fushat elektorale. Po kjo nuk ndodhi në Shqipëri, por me vetëm për ta plotësuar me diçka, nëse mund ta plotësoj edhe diçka. Shko, Kosi është dikushi që me atë intervist zhbëri narrativën që kishte krijuar opozita sipas cilës gjermanët e kanë bllokuar, e kanë shtyrë në afat pacaktuar integrimin europian të Shqipërisë. Pra, në momentin kur ajo doli... Si nga dole të konkluzion se s'ka lidhje këtë deklaratë? Jo, pikërisht. Për ata që se njohin teknologjinë e integrimit, duket sikur ajo tha fjalë të mira, pra çështja Balluku, refuzimi i parlamentit për të hequr imunitetin, nuk pas ka ndikuar negativisht. Kjo është arsye pse se tha një gjë të tillë, ajo nuk tha një gjë të tillë. Edhe një herë, unë mendoj që Berisha e sulmoi sepse ne ose opinioni publik që nuk e di teknologjinë e negocimit, nuk e di që Kosi ka bërë një propozim me 3 variante, nuk e di që Bashkimi Evropian vendet anëtare i ka refuzuar këto variante dhe kanë propozuar një set me 5 variante të tjera për zgjerimin. Dhe në këtë zhurmë, në këtë kakofoni, u duk sikur refuzimi nga anë e parlamentit u relativizua, humbi rëndësi. Kjo është arsye pse u sulmua Kosi. Tani, morën shkak në deklarata e Kosit, po dhe nga reagimi fort i opozitës, dhe kthehemi dhe njëherë një problematike që ne kemi patur gjithmonë në fokus në emisionin tonë. Unë kam ngritur pyetjen që nuk është retorike, po është drejt për drejtë, a mund të ketë sukses pak në shoqërinë tonë? Jemi të ndarë në këtë idenë që hallkat kanë filluar të korruptohen, ose ka hallka totalisht korruptuara. Për mua ka hallka totalisht korruptuara, nuk shkon dot në spital më. Akoma avion të mos shkosh. Edhe pse 20 veta tani, 20 burra e gra, kanë ndërtuar një institucion që quhet SPAK. Dhe këtu, Marta Kosi, thoshte që... Ligji është i mirë, tha, por nuk zbatohet. Këte kemi 30 vjetë që e dëgjojmë. Ligji është i mirë, nuk zbatohet, por thoshte edhe një gjë tjetër. Tani, ju keni dëgjuar në deklaratë. Që ka bërë... Legislacion. Tani pyetja e parë që ka unë... Me pak fjalë se cilit, ju lutem. Pyetja e parë që ka unë. A mund dhe SPAK të ketë rezultate në një shoqëri si jona? Do me thënë, ne tani, mblodhëm 20 burra dhe gra, i vendosëm aty lartë dhe thamë, rregulloni Shqipërinë. Mos vallë po i kërkojmë SPAK-u të shkretë që mrekulli që nuk mund të ndodhë në një shoqëri që... Nga pikpamje teorike, nuk mund të... Kudo që
vëdorën, kudo që s'pak vëdorën, bie erë shumë rëndë korupcion. Kjo do të thotë që nga pikpamja teorike, një strukturë, sa do e specializuar tjetë, sa do njërës të ketë, në rast se nuk mbështetet nga një sistem i cili e lufton në thelb korupcionin në përmjet një arkitekture korupcioni, jo në përmjet një morali dhe ndërgjegje demagogjie, nuk mundet që prokuroria e posaçme të ndryshoj dhe të krijoj epokë të re të luftë kundër korrupsionit. Prokuroria e posaçme, për momentin që flasim, është një ishull që tregon që mundet të rregullohet diçka në luftë kundër korrupsionit, sepse këtu problemin në Shqipëri e kemi të tërë strukturat e tjera. Duhet numërojmë pushtetin ekzekutiv, pushtetin legjislativ, të tërë elementët që formësojnë shtetin në përgjithësi, janë elementë të cilët çedojnë në sistemin, në strukturën e tyre dhe nuk mundet që prokuroria e posaçme, që vete në piramidën e luftës kundër korrupsionit, që është niveli i zyrtarëve të lartë, të luftojë korrupsionin në nivelit të zyrtarëve të ulët dhe të çbëj atë politikë të edukuar nga 35 vite më parë që pandëshkueshmëria, proceset e të zgjatura, selektimi në dënime të ribëhen me njëherë. Për këtë arsye, prokuroria e posaçme, në rast se nuk do ketë mbështetje, flasim konkretisht, të policisë së shtetit, të strukturave antikorrupsion në çdo ministri të qeverisë, të strukturave antikorrupsion që janë këtë drejtorie e tatimeve, këtë drejtorie e doganave, nuk mundet të ketë një rezultat konkret. Lutem, se harrove të parën që duhet të thuash. Duhet të ketë politika e tash pushteti legjislativ. Jo vetëm legislativi, politika vërje shënjën drejt për drejt, sepse kur SPAK akuzon Partinë Demokratike, merë pushkën dhe i thotë skap. Tu është një problem tjetër. Kur akuzon këtë tjetërin këteja, të majten, merë pushkën dhe thotë stop. Të blokon. Më pyete, a mund të zgjidh një strukturë? Po thuaj të parën, e para është kjo. E para është kjo. Po pra, por nuk mund të zgjidhi, e ka të pamundur një strukturë edhe nga pikpamja profesionale, teknike, të zgjidh gjithçka të tërë sistemin. Se sistemi duhet që të rregullohet, të bëhet fleksibël, të jetë me sa më pak burokraci, dhe këto nuk i ka SPAK-u, se të tërë pjesët e sistemit që prodhojnë korrupsionin janë burokracit, zvarritjet, elementet e mungesës së meritokracisë, të gjitha këto duke qenë se prodhojnë një korrupsion shumë të lartë, prokuroria e posaçme e ka të pamundur të luftojë të gjitha, sepse krijohet ideja sikur një prokurori e posaçme do rregullojë tërë shtetin. Jo, shteti rregullohet në qelizat e veta, duhet secili të bëjë detyrën e vet. Policia e shtetit detyrën e vet, drejtoria antikontrabandës detyrën e vet, drejtoria e tatimeve detyrën e vet. Dhe kjo detyrë e lidhur dhe me referimet që tha zonja Lala ndaj prokurorisë posaçme, sigurisht që mund sjellë rezultate shumë të mira. A ka një frym të re, sigurisht që ka një frym të re. Ajo frym e re po goditet pikërisht nga ajo që thoni ju. Në rast se sulmohet opozita, në rast se fillon çështje penale ndaj opozitës, prokuroria e posaçme etiketohet si kundër opozitare. Në rast se fillon kundër mazhorancës, mazhoranca thotë kjo është bebja që un kam rritur vet, pse po më ha tani? Dhe të gjitha këto element duket sikur e çojnë prokurorinë e posaçme në objektivitet. Tani ku unë, aq sa kuptoj unë, por duhet ta hedh të pyetjet e ju, ku unë jam kundër Marta Kosit. Marta Kosi thotë që ka pasur rezultate shumë të larta SPAK-u, sepse si SPAK ka hetuar disa nga figurat e rëndësishme të vendit për të goditur këtu dhe idenë e pandërshkueshmërisë. Okej, jemi okej. Në kushtet ku gjendet vendi dhe shoqëria jonë, a është kjo një strategji e mirë? Është pyetja ime. Pra, kur nuk rregullon dot të gjithë shoqërinë, godet disa figura kështu dhe je brenda. Po kështu quhet e bërë puna. Jo, pra jo, se ka një problem shumë. Që lëm fare thotë. Ose të gjitha asnjë. Jo, po ka një problem shumë. Po çfarë luftove ti këtu? E lëm fare atë. SPAK-u nuk mund të hetojë çdo njeri të thjesht në këtë vend. Pavarësisht se e para njëri është e pamundur, e dyta ka një objekt të hetimit të përcaktuar. O e ti reforma që ke bërti, po them. Reforma që ke bërti. Ore zotri, SPAK-u. Se ti tani del në mbrojtje të SPAK-ut më mirë. Po s'po dal në mbrojtje të SPAK-ut. Edhe unë e mbroj SPAK-un, e mbroj dhe unë. Jo, më nuk e kam fare, e mbroj dhe unë. Bashkë me ty. Bashkë me ty. SPAK-u ka detyrë të hetojë zyrtarët e lartë të cilët janë të përfshirë në krim të organizuar dhe në korrupsion. Organizatat kriminale. Ja dhe zyrtar aty të thotë Marta Kosi u bë kjo punë dhe bravo. Por se thot Marta Kosi ta mbaj përgjegjësinë ajo për ato çfarë thotë. Pikërisht Marta Kosi duhet të thotë. Qeveria, a funksionojnë sistemet antikorrupsioni në qeveri? A funksionojnë gjykatat? SPAK-u ka të përcaktuar qartë objektin e hetimit zotri.
thot ligji e detyron ose duhet të hetoj 2 kategori, zyrtarët e lartë dhe krimin organizuar. Nuk mund të hetoj SPAK-u njërin që bën korrupsion për 5.000 lekë të vjetra aty te spitali, se nuk është kompetencë e SPAK-ut. Prandaj SPAK-u, nëse nuk ka bashkëpunim institucional, që fillon që nga shërbimi sekret, që normalisht duhet të ketë referime. SPAK-u të gjitha? Por duhet të ketë SPAK-u, duhet bashkëpunoj mor zotri. Të bashkëpunoj, po. Policinë e shtetit, duhet të ketë të gjitha institucionet e tjera ligjë zbatuese që të referojnë raste. Duhet të ketë raste që të referohen nga qytetarët. Pra, kjo historia që SPAK mund të bëjë gjithçka, sigurisht që nuk mund ta bëjë dot, sidomos kur është e vetme. Por nga ana tjetër, kjo teoria që çoj disa njerëz, këtë do çoj SPAK-un në burg. SPAK-u në 3 vitet e fundit të funksionimit ka pasur disa hapa domethënëse. Tani me jeni gazetare dhe dini nga afër këtë çështje, në dole në shtek tani. Ha ma thuaj. Ndihni veçanërisht punët e SPAK-ut. Cilat çështje mund të veçoni ju që i konsideroni sukses e SPAK-ut? Belinda Balluku, për mua është suksesi i SPAK-ut. Me gjithë, po, okej, s'të pëlqen. Pa se ka marrë akoma. S'ka filluar. Ti po më flet më për një çështje që s'ka filluar. Ushtrimi i ndjekjes penale. Mi më mirë të jetë se ti kem lidhur me firma ke ikur në Amerikë, prit. Se hyn tani prit. Suksesi vetëm i SPAK-ut deri tani është çështja Beleri, që ka mbyllur, ka marrë formë. Jo, le të thot, jo fjalin. Thuaj sukseset e SPAK-ut, okay. Deri dje ju të gjithë ishit unison që nuk prek zyrtarët e lartë e tjera me radhë. Për herë të parë, kam parë një reagim, sukses do të ta mbaroj deri dje, tani do të më kufizosh të them çfarë mendoj unë. Unë mendoj që duhet them atë... Po të kërkoj rastet të suksesit SPAK-ut. O, Julli, raste më nësë. Atëherë, po të them. Po të them ty më vonë më burë. Po do të them më vonë, po jam më po pyste. Po të përgjigjet kjo njerë më. SPAK-u ka përgjigjet kjo njerë më. penale dhe ka marrë të pandehur. Belia i Balluku, është një përpjekje për mua e qëndësishme. E dyta, fakti që SPAK ka arrestuar kryetarin e bashkisë më të madhe në vend, në zyrën e vet në detyrë, është po ashtu një përpjekje e qëndësishme. Sukses do ta konsideroj kur ta jap vendimi formës prerë dhe të marrin fajsin, sepse do kohën e vet. Fakti që SPAK ka të pandehur sot zyrtarisht dhe e ka në gjykim, ka kaluar filtrin paraprak të çështjes, ish presidentin e Republikës, hajde diskutojmë pastaj për masën e sigurisë. Sukses e o zonjë. Po Julli, po se kuptoj dot unë suksesin. Çfarë do të thonë sukses për ty? Ma shpjego pak. Se vendimin e jep gjykata. SPAK-u ka detyrimin të ushtrojë ndjekjen penale. Pas vendimeve të gjykatave më numërohet 3 suksese. O Julli, si pas vendimeve të gjykatave? Po janë proces, mor zotëri, çështjet. Janë në proces. Po këtë thuaj pra. Janë proces. Po si funksionon? Sa vjet ka proces? Atëherë derisa mund të quhet rrugë drejt suksesi. Jo, nuk ka suksesi. Ta një përgjigje, mund të them mund të qenë. Mund të thuash më tani më fal. Të thuash që Belinda Balluku nuk është përpjekje e qëndësishme e SPAK-ut. Është përpjekje e qëndësishme. Po jo, është koncept të gabuar. Si funksionon një gjyq, nëse ne habitemi. Urdhro si funksionon një gjyq? Ti thua tani. Bëhet hapet seanca dhe bëhet gjyqi. Unë e dua të dënuar aty. Po si jemi nuk kemi aty. Se këtu thot fundin zoti Shehu. Një gjyq, një proces penal duhet ecim në koncept si funksionon. Proces penal funksionon në këtë formë. Prokuroria e posaçme ushtron ndjekjen penale. Prokuroria e posaçme fillon hetimin. Hetimi ka sukses apo jo në 1 vit apo në 2 vjet për ta çuar çështjen në gjyq e çon përfundimisht në gjyq. Pastaj, këtu fillon dhënia e drejtësisë. Deri këtu kemi ushtrim ndjekjes penale. Kur fillon dhënia e drejtësisë, deri në fund që gjykata të jap vendim të çka ka ndodhur tani si sukses thua ti? Më fal. Ja ta dëgjojmë avokatin. Ushtrimi i ndjekjes penale, duke dhënë fund pandëshkueshmërisë, në faktin që janë ndjekur zyrtarisht, penalisht, shumë zyrtarë pushtetit lokal të lartë, zyrtarë të qeverisë. Tu kemi sukses në ushtrimin e ndjekjes penale, në dhënien e drejtësisë. Në dhënien e drejtësisë, pastaj do të shohim kur vendimi, jo vetëm gjykokos, kur vendimi shkojë deri në gjykatë lartë, atëherë ne do shohim se kjo drejtësi e re që u ngrit është vetëm fundi pandëshkueshmërisë apo është dhe me standardet e dhënies së drejtësisë. Këto janë elementë të cilët do shihen kur proceset përfundojnë në gjykatë të lartë. Shumë bukur. Por do kohën e vet. Tani vetëm të shtoj, SPAK-u ka vetëm ndjekjen penale. Jo vetëm të shtoj diçka, nuk po thuaj. Po ta them unë, ti them dhe unë dy fjalë. Tani ta tha avokati. Më fal një sekond. Mund do të thjesht të shtoja. E prokurori di më mirë. Po shumë e rëndësishme t'i shpjegojmë atyre që na ndjekin që nuk është se prokurori gjyqi funksionon kështu, prokurori mbledh provat,
thot bindet që dikush ka vjedhur, dhe pastaj fillojnë gjyqi dhe mbaron kur merret vendimi fundimtar. Janë marrë disa vendime ndërkohë. GKK-ja ka marrë vendime kur është para është me saktë ajo që the. Ajo para është me saktë. Më fal. Vendimet janë marrë për mbledhjen e provave. Në vend të kesh shkëmbyer tani është sukses të thuash. Më fal, është me brekët e të lutem. Me brekët e kryetarët bashkisë. Hajde shkëmbyerin senatorët me atë pikë hajde. Si që nga sukses, si nuk është sukses të thuash që është marrë i pandehur. Marrja e pandehur me një vendim gjykat, bëhet një proces. Ai është një sukses, sepse gjykata vendimi prokuror. Vendimi, më fal, është masa e arrestit, është një vendim i gjykatës. Kontrolli, masa e arrestit. Janë të gjitha vendimet gjykatës ku praktikisht janë suksese të vogla të prokurorisë, e cila bind gjykatësit që ka vend për hetim, ka provat mjaftueshme, ka prova për ta marrë të isha i qartë kur thash ushtrimi i ndjekjes penale është një sukses. Tani ju, zoti sheh se partia juaj. Më fal një sekondë, ti mund të thuash, vetëm ta mbyll, vetëm ta mbyll. Se je këtu ti. Po ti më do të thashë. Po të them një herë. Ti ke mbledhur zotëri, po bashkojmë. Haj, jepi. Ti ke mbledhur tani 100.000 firma. Popullatës këtu, ja morë firmat. Në takime dhe aty keni bërë në këto keni shkuar me i mlodhë firmat, i morë, i ngarkuat dhe u nisët në Departamentin e Shtetit në Amerikë. I quat aty, i dorëzuat dhe ju bët me dia atyre që keni mbledhur 100.000 firma në mbështetje SPAK-u tani. Pse valli keni mbledhur firma dhe pse duhet ta dinte Dashi këtë? Dashi lart, domethënë në departament. Atëherë, pikërisht kjo që po diskutonim tani, deklarata e KOS, është një dëshmi e qartë se si perëndimi dhe perëndimorët nga jashtë shikojnë Shqipërinë edhe thonë, ore këta dashkan korrupsionin, ta dashkan korruptuarit, e gjithë shoqëria është me të korruptuarit, se siç tha edhe gazetari më parë, tha, po të shikosh zgjedhjet e fundit, ta pas kanë votuar prapë për të korruptuarit, dhe ne e pam të arsyeshme, të nisnim një iniciativë ku t'i thonim qytetarëve shqiptar, hajde o burra të mbledhim sa më shumë firma, vendosëm 100.000, mund të ishim pak, mund të ishim më shumë, për të treguar opinionit publik shqiptar dhe opinionit publik ndërkombëtar, në rastin konkret dhe Departamentit Amerikan të Shtetit, për t'i thënë, nuk është e vërtet, nuk është ashtu si duket nga këtu. Jo të gjithë shqiptarët, jo shumica shqiptarëve nuk janë me të korruptuarit, nuk janë kundër drejtësisë, por janë me drejtësinë, janë në mbështetje të luftës kundër korrupsionit. Shumë e thjeshtë. Nuk kemi shpikur asgjë, mbledhja e firmave janë iniciativa që bëhen në perëndim për shumë çështje dhe kanë një qëllim, të bashkojnë mendimin dhe opinionin dhe qëndrimin. Nuk kanë asnjë efekt real. Kurdo? Më fal, një protest cili është? Nuk kanë asnjë efekt real. Po cili është efekti real që sjell në sistemin tonë. Cili është protekt? Po të pyes pra ma thuaj 1, 2, 3 pika konkrete. Më thuaj që me këto firma që unë kam mbledhur do arrim këtë rezultat përfundimtar. Po kush të tha ty që ne ka ndikim juridik apo real? Një protest. Cila është, po ta shpjegova. Gjithë gjës. Të shpjegova, një protest. Çfarë rezultati ka një protest? Mblidhen 10.000 veta. Cili është rezultati real? Është një dëshmi e një sensibilizim edhe... është lëvizje politike. Është propagandë politike. Në treg. Pra, fiks një lëvizje politike ose më saktë propagandë për forcën tuaj politike dhe kaq, asgjë më shumë. Patjetër karakter propagandistike ka. Unë nuk e kuptoj kush kam thënë unë që ka vlerë juridike, kam thënë unë që ajo... Jo, duke publikut se publiku kur i thuaj 100.000 firma, kur i thua 100.000 firma, mendojnë që agron shehaj, nesër do ketë... Ju edhe thoni, edhe ankojnë, jo të shpjegoj unë. O zoti sheh, po të bëjmë oponent se jemi gazetarë. Ne nuk jemi antarë të partisë tuaj politike. Jemi antarë dhe po të pyes cili është qëllimi. Ju jeni të njëjtë që thoni qytetarët shqiptar nuk ngrihen, nuk e ngrën zërin, nuk protestojnë, nuk mbajnë qëndrim, të lutem, nuk mbajnë qëndrim, nuk mbajnë qëndrim, tani ta mbaroj dhe unë të them që kam përthënë, apo së të përqenë përgjigja. Tani, dhe edhe thoni që pse nuk ngrihen... Ore, të bëra një pyetje konkrete, pse më drejtohesh në numrin shumës, ju thoni, unë jam Floriana dhe pyetja është kjo. Pyetja është kjo, si jemi shumës ne, unë jam individ, kam emën bimë. Atëherë, kjo e gjitha është një lëvizje për qëndruar në treg si forcë politike dhe bën shumë mirë është e drejta jote. Problemi është që
Mos të themi asgjë, mos bëjmë asgjë. Po kush e tha që mos bësh shumë mirë bën o zotëri? Çfarë bëjmë? Tani unë ne këtë po ti bën një punë tjetër. Dhe të marrësh vota nga qytetarët, këtë gjë do bësh. Unë jam punë. Po efekt real në sistem apo qytetarët do të thonë. Çfarë do të thotë efekt real? Çfarë efekt real ka ju? Pra ju që më shpjegoj 100.000 firma, për çfarë kemi dhënë jepi kuptim fjalëve që thua. Jam shumë i qartë do të sheja çfarë qytetarëve. Po jam shumë i qartë. Jam shumë i qartë. Pse do ta shmangësh dhe të kalosh kështu? Po të them, çfarë ju thua qytetarëve? Pse i ke mbledhur këto 100.000 firma? I kemi mbledhur që të tregojmë opinionit publik dhe atyre që ndërkombëtarëve t'i themi që shqiptarët janë me drejtësinë, mbështesin drejtësinë, mbështesin luftën kundër korrupsionit. Tani ty pse nuk të pëlqen kjo formë? Mund të ishte një protestë, mund të ishte një kanë të drejtën time ta pëlqej ose jo, se ju s'më impononi dot mendimin tuaj dhe lëvizjen tuaj apo jo. Kaq pra, unë po e sqaroj këtë për ta kuptuar ata njerëzit që po na ndjekin nga ekrani. Kaq. Unë përpoqa ta sqaroj, ju s'po e sqaroni dot. Jo, ti mendon që unë s'po sqaroj, unë sqarova shumë mirë. Se ata 100.000, po mos ta kishin ti. O Klodi, dikush problemi. Ata 100.000, po mos ta kishin të qartë, nuk do firmosnin, Klodi. Ti do kishe bërë mirë nëse doje të kuptoje, të vijet ato stendat tona që mbajtëm në 3 muaj. Po thritë dështarët e politikës do të shpjegoj ty, po tani, po ti po interesohesh pas politikës. Po me që po interesohesh pas politikës. Me që po interesohesh pas politikës, vije dhe interesohesh. Po flas në emër të interesit publik që ta kuptojnë qytetarët jashtë. Po të doje, mund të vijet e stendat tona dhe ti pyesi ata që vinin e firmosin. Ju, për çfarë po e firmosin këtë deklaratë? Sepse me që ti nuk e kishe kuptuar efektin real. Çfarë ju thanë amerikanët do t'i shehe? Qa tha dashi të kjo? Çfarë tha departamenti amerikan i shtetit kur ju i dërguat 100.000 firmat e shqiptarëve? Çfarë u thanë? Po pra, çfarë u thanë? Ja po pyes, është pyetje legjitime, besoj kjo. Nuk thanë çfarë efekti real kanë këto 100.000 firma. Po thanë, po sepse pyetja jote ishte qesharake, më lejo ta them. Është qesharake. Pra dhe pyetjet janë qesharake kur ju pëlqejnë. Okej, dakor. Mua m'pëlqen. Dakor. Dhe ja mendimin tënd ashtu është qesharake shumë bukur. Ushat ç'mendoni tani edhe për përgjigje. Po pra, po cili është efekti real i këtyre firmave, e vlerësuan, thanë shumë mirë, po e vlerësuan, thanë 100.000 firma, 100.000 firma që ta dishtë janë 5% e votuesve në Shqipëri, që po ta marrësh në Amerikë, në Gjermani, në Francë, flasin për miliona firma në raport. Thanë, nëse ty nuk të pëlqen, ose jep një mendim se çfarë duhet të bëjmë, dhe unë jam i gatshëm ta mirëpres këshillën, por kjo ironia e pa kuptim që bën, jo s'po për ironi. Tani pyetje thua qesharake, ironi. Po nuk të shkojnë se je politikan i ri dhe kjo s'të bën figurë të opinion publik. Po e lëm këtë se ironia jote është e pa kuptim, është e pa kuptim. Po më lër ti e pa kuptim, më lër ta bëj ironi. Po më lër pra, po se të duket fjalë madhe ti sot i sheh, se të duket kaq e madhe. Se ju diet ju politikanëve sa herë gazetarët ju pyesin se o filloni toni është pyetje qesharake, është nuk po e hedh mor zotri, nuk po e hedh fare kush e thamë. Po kush e thamë, nuk po e banalizosh, po është kod. Edhe nuk ka asnjë efekt real. Që dua bëj çdo njeri që unë të kem një reagim, që mua nuk më pëlqen dhe shpreh pa kënaqësi e batutave të tua. Fushat lutem ndryrin bisedën, se s'do të ndryshoj dot në këtë bisedë. Ja një minutë. Fushati e i lirë. Nuk flas më. Si e mendon ti tani këtë? Tani unë kisha më qeft flisja për atë, a ka mundësi spaku në këtë lloj shoqërie, po flas dhe për këtë nismën e Agronit, ti e zgjedh ku të më kanalizosh. Se u hapën 2 çështje. Ti ke dhe pyetjen që jo fol se duket sikur kemi si më të mirë se vjetra e kemë pas dhe do dash. Jo ti në fillim shtrove një pyetje që a ka mundësi 20 veta në spak ta shpëtojnë. Bashkoj. Të dyja këto. Ka mundësi, po. Një minutë, një sekond. Ju lutem. Bashkoj, po, shpejt. Unë prandaj kur ishin këta entuziastët të mëdhenj sukseseve të SPAK-ut, kam thënë edhe sikur ne të kishim 20 prokurorë të përkryer, ti kishim bërë me inteligjencë artificiale, ata do dështonin. Le që si kemi të tillë, i kemi të kriminalizuar. Po edhe sikur ti kishim fantastik, do dështonin. Pse? Sepse unë mendoj që ne jetojmë diktaturë, po nuk po i referohem vetë se nuk jam aq delirant, po i referohem asaj shoqatës suedeze, e cila thash një nga më prestigjioze në botë, që na klasifikoi si autokraci elektorale. Pra që bën zgjedhje po s'ke shtet ligjor. Dhe në vend ku ka bën zgjedhje po s'ke shtet ligjor, është e pamundur që edhe Superman drejtësit funksionojnë. SPAK-u për mua, edhe në rastin më të mirë, është si një
oje që bën e i punë, dëm të bëm mërë ca fonde, si Top Channel i me klanin që nga njerë bëjnë e kritik, po në fund i shërbejnë regjimit, se edhe si ne këtu po doni, se zdoja se pasaj thonë jo unë si jam këshu jam, pra edhe si ne që e kemi të pa mundur të nxjerrim këmbën nga një rrethit caktuar. Sepse në regjime antidemokratike, askush nuk ka mundësi të bëj punë e vetë. Dhe është iluzion të thuash që ne nuk jetojmë demokraci, por kemi ca prokuror, apo ca gjykatës, apo një gjykatë kushtetuese. Po i thua Agronit që ke mbledhur kot firmat dhe i ke çuar në dash, në Amerikë. Tani unë ndryshe nga Klodi, për Agronin e kam shumë të rënd iden. Se unë mendoj që të mbledhësh 100.000 firma shqiptarësh është një munges e theksuar respekti ndaj çdo gjytetari që ka hedhur firmën, që ato ti depozitosh te një legend burokrat që i përdor si letër higjienike. Pra jo ka vlerë në Shqipëri, po kur ti mbledh 100.000 shqiptar dhe ja çon një zari burokrat atje që s'ka asnjë gjë në dorë, kjo më duket ofendim për çdo njeri që ka hedhur firmë. Pra kjo vjen nga një mendësi provinciale që ne do na i zgjidhin nallet amerikanët apo europianët, jemi mbledh 100.000 që të na dëgjoni. Ore më mirë ti çonim spak, ti çonim kuvend, edhe aty do ta grisnin. Po nuk janë kohemi 100.000 shqiptarë, një të huaj që ore shqit halli madh na kanë gjetë ne, po lexo edhe ti. Në këtë kuptim si nisëm politike, më duket si një përbuzje ata njerëzve që kanë firmos. Përveç kësaj. Të përgjigjem apo kjo do sigurisht do përgjigjesh, po thaj që unë kam vajtur të takuar një legend dhe kam përbuzur firmën e 100.000 tani do mblesh të duket e rëndë. Se tu kuptua se çaj qëndrimi kanë. Tani unë mendoj pushat që ti ata i quan legena, dakor? Unë nuk i quaj legena. Unë mendoj që ata këtë vend me aq sa munden ndihmojnë, nuk janë ata pengesa. Tani pengesa jo. Nuk janë ata as legena, as problemi, as zara, nuk e di, mas e di ke ndonjë informacion tjetër, nuk kam as informacion tillë. Unë jam krenar, bashkë me ata antarët e Partisë Mundësia, kemi mbledhur, kemi bërë një punë të jashtëzakonshme. Deri këtu shkëlqyshëm. Fal një sekond. Kemi bërë, ju tani jeni këtu, të lutem, ju jeni këtu tani dhe nga kjo studio. Idhni balë, bëni një punë 3 mujore, që është bërë në gjithë Shqipëri. Unë po mundoj të mbledhur, të lutem, ku juve s'ju pëlqen, po ata 100.000 veta e kanë parë të arsyeshme që atë deklarata firmosin, më falë vetëm ta mbaroj. Dhe ju tani jeni këtu duke lutem, vetëm ta mbaroj tani ta mbaroj kur të bësh një parti politike vendoset tani ne kshu e pam të arsyeshme. Do ta kisha bërë shumë më mirë se sa ju po të hyj asaj pune, po nuk i hyr asaj pune fare. Thonë se është politika. Po hajde kalojmë temën tjetër. Japim po dëgjojmë këto përgjigjet tuaja. Tani vini këtu dhe jeni balë, dhe jeni poshtë punën që është 100.000 firma, kjo është opinioni juaj, mos kam çan, s'futem dot kokën tuaj. Unë mendoj që kjo është një gjë, është një iniciativë shumë e mirë. Unë mendoj që është e rëndësishme që njerëzit të ngrënë zërin dhe të tregojnë se me kë janë midis të korruptuarve dhe drejtësisë, dhe kjo ishte një mënyrë për ta bërë këtë. Shumë e mirë. Vetëm për aktin e dorëzimit. Vetëm aktin e dorëzimit. Ore, unë e pranoj që... Me nismën jam dakord unë. Unë pranoj që dikush e thosht... Po pritme ta mbaroj një sekond, pastaj votet e drejtësia. Edhe me atë. Depresioni, të lutem tani. Unë pranoj që dikush të edhi poshtë gjithë iniciativën, dhe thot, është gjëkoti. Dikush tjetër të thot, ata janë imperialistë, ku vete agron të imperialistët, do vine imperialistët... Pushati sa po tha... Ka dhe qëndrim tjetër, ku thonë kështë presion për drejtësisë. Jeni kundër gjithë, të akord, është opinioni juaj. Por mos idhni poshtë... Si pas meje, për të përgjigjur po ti. Vetëm ta mbaroj, mos flisni me përbuzje për një deklaratë që kanë firmosur një qytetar. Po kush e pa një minutë. Si pas meje, zoti Pushati ishte duke thënë që Amerikanët dhe Evropianët indirekt e tha këtë që ata kanë influencë të jashtëzakonshme mbi SPAK-un. Tani, ti tani ke bërë të njëjtën gjë, ke marrë 100.000 firma dhe e ka çuar atyre. Është më mirë kjo tani, mund të quhet SPAK i pavarur nëse varet nga Amerika?
dhe nga Avropi Agron, se kjo, qa kuptimi ka tani? Nuk varet nga Edi Rama dhe Sali Berisha dhe këta që janë këtu, po do varet nga Amerika dhe nga Avropi, se ti ja qona ti, anko është e aji. Qa do me thënë, ti tani që të zgjetëm të nesër, hajde të abështik të vend vlla, po aji të varet nga, të kapet për nga poshtë këtu, të kapin dhe të qojnë të Amerika. Pastaj thot mos ma ngacmo bankersin, për varet e Amerika. Dhe të vete aji, të vete të prokurorit dhe të thotë ambasadori Lu ishte... Bankersin mos ma ngacmo, thot. Shtovë është, mos i bjerë bankers. Qa do me thënë kjo? Ma spjegon do të modi? Ja këtë po të thoshtë e kjo. Ta shpjegoj unë. Ma spjegoj, bre. Të presun që të më thot aji, bankersin jo, këtë po. Këtë varose, këtë vrije. Këtë ngrije lartë, këtë ule poshtë. Tani, në kushte ideale, është e vërtet që është e papranueshme, sepse do të kishim nevojë për një drejtësi totalisht të pavarur, që nuk kam nevojë për mbështetjen e askujt dhe as të ndërkombëtarëve që të bënte punën e vet dhe të jepte fund pa ndëshkueshmërisë në Shqipëri në kushte ideale. Por ne nuk mund të injorojmë kushtet në të cilët vepron drejtësia sot dhe është e pamohueshme që mbështetja që i kanë dhënë ndërkombëtarët drejtësisë. Mentorit e pastaj avokati sapo të mbarojë. Po. Mbështetja, po mos të kishin patur këta prokuror, Spaku, nëse nuk do kishte patur mbështetjen e ndërkombëtarëve, kur nuk do kishte arritur rezultatet historike që ka arritur në Shqipëri. Doni ju, s'doni ju. Kur ish kryeministra, ish president, se duhet të gjejmë veten dhe ne këtu me këto. Kryebashkiak në detyrë, zëvendës kryeminist. Kur në këtë vend nuk do kishin dalë para drejtësisë, nëse nuk do kishin patur dhe prokurorët dhe Spaku nuk do kishin patur mbështetjen e ndërkombëtarëve. Do kishim dashur. Mentori jemi Agronin ti këtu. Edhe pak të. Jemi Agronin. Po. Fol bashkë. Shiko, Agroni... Se kam avokatin përse. Bjeri. Me ty. Bjeri. Agroni ka... Zoti Shehaj ka tentuar që të vendosi lidhje të shkurtër midis dy faktorëve që mundet vërtet që ta bëjnë shndrimin, mund ta bëjnë ndryshimin edhe të sistemit. Faktorin popullor dhe faktorin perëndimor. Ajo Dashi sot më thua ti. Po, dashi sot. Pasi të mbaroj punë me Iranin se. Eksakt, edhe ai është problem sepse administrata që mbikëqyr Ballkanin është tani është duke u ambientuar me detyrën e re. Por mendoj që kjo iniciativë ka patur karakter simbolik. Ama faktori popullor është me të vërtet një faktor diferencial për suksesin e këtyre lloj organeve si Spaku, të cilët janë pjesë e një manuali antikorrupsion që është ndjekur dhe në Itali, dhe në Kroaci, edhe në Rumani. Çfarë ka ngjarë atje? Ku është bërë ndryshimi? Në Itali, ajo struktura e posaçme që quhet duart e pastra një grup. Jo, për luftën antikorrupsionit 1991, ajo i ndryshoi, i fshiu gjithë partitë e vjetra, Partinë Komuniste, Partinë Socialiste, Demokristianët. Po këtu vetëm po i ngre partitë e vjetra. Pikërisht për shkak se kishte mbështetje të fuqishme popullore. Ishte populli që bëri diferencialin. Ndërsa në Kroaci dhe në Rumani nuk ka patur të njëjtin mbështetje, nuk ka patur të njëjtat efekte, domethënë ndryshime të partive të vjetra, ndryshime sistemike. Këtu, për hir të vërtetës, megjithëse Spaku ka kaluar disa teste të goditjes pandëshkueshmërisë së zyrtarëve të lartë, ministra, presidenti, ish-kryeministra etj. Apo si thosh trimërin, guximin e këtyre prokurorëve. Në fakt, Spaku ka ngelur një ishull moraliteti, aq sa që mund ta quaj moraliteti, sepse nuk është ndjekur shembulli i tij nga prokuroria e zakonshme. Nuk është ndjekur, apo nuk kemi fuqizinë të moralitetit të prokurimit publik, që është hallka më e dobët e funksionimit të shtetit shqiptar. Nuk kemi nxitje të ligjeve të reja, pra që e rrisin dhe forcojnë këtë moralitet. Sistemi i drejtësisë është duke lënguar nga masa e madhe e tyre çështjeve që ngelen ende të patrajtuara. Pastaj Spaku testin real të dhënies drejtësisë, siç e trajtoi avokati, e ka tani me këto gjyqe të mëdha që janë për ish-presidentin, për zotin Berisha, për zotin Veliaj, apo dhe për zonin Balluku nëse do të ketë apo s'do ketë kërkesë të re. Pra, Spaku e ka tani testin real të suksesit të tij. Deri tani ai ka kaluar shumë teste, mirë po, siç e kemi thënë edhe një herë tjetër, Spaku është një lloj drejtësie speciale, është një lloj drejtësie posaçme. Dhe këtu mbyllemi me atë që e nisëm fillim emisionin tuaj. Spaku nuk ka arritur ta galvanizojë gjithë shoqërinë që sepse s'ka të drejtë.
Nuk ka arritur ta galvanizoj një shoqëri e cila vuan nga ato meta që vuan, domethënë nga avokati drejt. Tashi, atë që ka bërë partia Mundësia, zotit Sheu, është normal që është... Sheja, më falë. Është normal që tregon... Se Sheu këtë të Sheu në këta, ka ikur kënë nga këta. Në mënyrë të drejt për drejt, përdoren për të krijuar perceptimin e mbështetjes së publikut ndaj një funksionimi të një strukture të posaçme në një reformë që tashmë ka rezultuar. Por, përveç se pozitivitetit që ka në mbështetje që jepet drejt për drejti kësaj strukture, ajo ka dhe një problem tjetër, se mund të zhvendos debatin nga standardet tek emocioni. Dhe për bitë gjithat mund të relativizoj atë që quhet drejtësia dhe funksionimi saj si pas parimeve. Rreziku relativizimit të drejtësisë është sepse drejtësia nuk është çështje shumice, por vendoset dhe nuk mund të vendoset nga votimi popullor. Drejtësia vendoset nga standardet që ja duhet paraqes, nga prezumimin e pafajësisë, nga proceset e rregullta ligjore, dhe këto janë mbi vullnetin e shumicës. Dhe mbi gjitha, këto peticionet mund të krijojnë presion ndaj sistemit drejtësisë, si pozitiv dhe negativ, që nuk janë absolutisht të mira. Mbetet në atë që unë them, zhvendosja e debatit nga standardet e emocioni për të rreshtuar njerëzit, o je me drejtësinë apo je kundër saj, është gjithmonë një çështje e cila mbetet aty dhe nuk mund të shkojmë më tepër sa i përket standardeve, sepse mbi të gjitha standardet e drejtësisë nuk vendosen nga shumicat, nuk vendosen as nga... Me që je duke folur, avokat, kam një pyetje tjetër. Pas reformës në drejtësi tani se ju një njeriu i keni punuar gjerësisht në drejtësi, njeni mirë çdo gjë dhe çdo skut të kësaj drejtësie që ne kemi patur. Çfarë ka ndryshuar për qytetarin tani? Me gjithë të thamë me spakut, për qytetarin e thjeshtë. Dua me pak fenelata t'ja thua shikusit. Ti që qytetarin? A është përmirësuar apo përkeqësuar drejtësia? Përkeqësuar në mënyrë skandaloze. Për qytetarin e thjeshtë. Hiqe pjesën që thot zoti Shej me prokurorinë e posaçme, që është një histori e vetme suksesi në atë reformë të madhe që është bërë në 2016. Jo për sfakun, po për shkaqe tjera. Jo, është strukturë e cila ka dhënë rezultat. Nuk mund të rrëzoj një mal. Hajde t'i analizojmë, shkaqet hajde t'i analizojmë. Por tash të flasim... Mund të rrëzoj një mal një... Jo, është tjetër gjë ajo. Tash më pyete për qytetarin. Atëherë le ti numërojmë rezultatet e reformës për qytetarin. Kemi një hartë të re gjyqësore. Kemi një hartë të re gjyqësore. Bëjmë dot të gjë. Kemi një hartë të re gjyqësore e cila e largoi së tepërmi qytetarin nga aksesi në drejtësi. Hartë gjyqësore që e largoi qytetarin nga... Kemi organizime të prokurorive të jurisdiksionit përgjithshëm dhe të gjykatave të jurisdiksionit përgjithshëm që prodhuan stokun e dosjeve nga 16.000 që donin ta bënin në zero e bënë 160.000. Kemi zvarritje pafund të tëra llojeve të proceseve civile, administrative dhe penale. Kemi largim së tepërmi të aksesit të qytetarit tek drejtësia si penale, si civile, si administrative. Të gjithë këto element quan në atë që sistemi dështoi me sukses të plot përsa i përket dhënies së drejtësisë ndaj qytetarit. A mbeti pjesa e vetme, fundi pa ndëshkueshmërisë ndaj zyrtarëve të nivelit të lartë. A është kjo për të mbështetur me peticione? Unë e ftoj zotin Sheh, le të bëj një peticion partia e tij përsa i përket aksesit të qytetarëve në drejtësinë normale, jo në drejtësinë e spakut. Tani, me këtë, do të bashkoj një gjë tjetër. Me këto i tha avokati, një sekundë, përse unë jam shumë dakord. Më sfidoj. Po më le të bëj pyetjen, nuk të ka, po thuaja pra, po të shtoj dhe unë atë çka kam. Kam një gjë shumë të rëndësishme. Me këto që dëgjova nga avokati, unë kam këtë pyetje tani. A duhet klasa politike në Shqipëri dhe ti i pari, para se të mbledhësh 100.000 firmat, mirë bën. E tjera. Blidi? Jo. Edhe të kryej që mblodhi. A duhet klasa politike dhe ti si politikan i ri, se këta vjetit nuk e bëjnë, të ketë një diskutim për drejtësinë. Këta nuk e bëjnë sepse ka të dështuar. Si nuk e bëjnë këta këtë duan të bëjnë? Jo, drejtësia ka dështuar. Dhe ata duhet të dalin dhe të thonë, njeriu pranon dhe dështimet. Dështimet, kur pranon dështimet... Këtë e thua ti që ka dështuar? Drejtësia në përgjithësi... Po drejtësia nuk po them për spakun, mor zotëri, po them për 99.7% ka dështuar. 0.3% është e shkëlqyer. A mund të ngrihen këta, ti i pari, zoti Agron, dhe të bësh një bilans të reformës dhe të kemi ndryshime për ato gjëra që nuk shkojnë të paktën? Jo të rëzosh fare, ajo është rëzuar, ore, ka rënë. Po të paktën të kenë ndryshime për gjëra që nuk shkojnë fare. Pse s'del të mbështeti politikan i ri, i rëndësishëm dhe ne të vim të t'japim votën? Do përgjigjen. Po. Atëherë.
Nëse ne shikojmë dhe japim një vlerësim sot për drejtësinë, efektet e menjëhershme për një pjesë të mirë të popullsisë, sidomos në vonesa, janë shumë të mëdha. Po mangësitë procedurale, garancitë janë të gjitha, jo vetëm të numëroj shumë. Po ti mos vrijë se ti punon drejtësire. Ai e di më mirë se ty ato. Ti duhet ta thresë si ekspert atë dhe ta mbash. Dhe ti gjesh dhe në një lek, ti gjesh dhe në një lek, ta paguash dhe ta mbash atë. Po s'u shqetëso, tham të njëjtën gjë. Tham të njëjtën gjë. Do e lidhim kontratë. Tham të njëjtën gjë. Tani efektet e menjëhershme janë negative, po si çdo ndryshim rrënjësor, qartësisht efektet duhet të presësh të korrësh efekte dhe efektet e menjëhershme janë negative. Por bulloj që qetësohet është Mao Zedong. Janë 10 vjet qartësohet. Ore, të lutem, kemi të bëjmë me drejtësinë, kemi të bëjmë me drejtësinë, siç e the dhe ti, ke rezultate pozitive, historike, ka bërë SPAK-u, dhe ke efekte negative që janë sidomos vonesa dhe ato që ti provon. Ore, është për 99.7%. Çështja është po pritmë një sekond. Ore, këta qytetarët shqiptar, para se të vuanin vonesat e drejtësisë, çfarë drejtësie kishin? Një nga problemet kryesore që kanë patur shqiptarët kanë qenë pronat. Kur venin në drejtësinë, kur venin edhe kërkonin të drejtën e tyre për pronat. Si e menin pronat ta qytetarë? Nuk e menin me çantë, më lutem. Jo lutem, se këtë e dini, shiko. Asnjë nga të gjithë ju këtu e dini dhe ata që na dëgjojnë e din. Çdo vendim, pjesa më e madhe vendimeve, sidomos për pronat, se kjo është arsyeja pse venin shqiptarë kryesisht për pronat kanë mbajtur, merreshin me çanta me para, ndaj prona me gjykatësin, ndaj prona me prokurorin, ndaj prona me sekserin, të lutem, unë po them ku ishim. Për sa vjet bëj kjo që sot po themi deri, ka dhe sot. 2 deri në 4 vjet. Sot është 5 deri në 10 vjet. Sot e njëjta gjë. Sot, fala asaj që ka bërë SPAK-u, ka shpresë të qytetarët shqiptarë që mund të marrin pronën dhe pa e ndarë me prokurorin, pa e ndarë me gjykatësin, pa e ndarë me sekserin. Ky është populizëm. Ky është populizëm, unë po flas me statistika. Cilën shpresë? Dosja e çështjes së pronave zgjidhet për deri në 3 vjet, sot zgjidhet për 15 vjet. Ku është kjo shpresë? Nuk po e shoh. Kanë sjell shpresën. Është realitet? Sigurisht nuk është realitet, po kanë sjell shpresën që kjo mund të ndodhë. Ju e dini shumë mirë se si ka funksionuar deri dje dhe është e papranueshme në këndvështrimin tim, modest që tani këtu i bëhet gjyq drejtësisë, i bëhet dhe flitet nga fillimi deri në fund si është e mundur që ka ta ndisëm kështu, SPAK-u është një organizat kriminale, nuk e di si e përmendet, korruptuar, the që ishin. Ore, ai tani mendon në... Fal një sekond. Çdo diskutim, çdo pyetje, qartësisht ka një qëllim, ka një tendencë të saktuar, sa problemi madh është drejtësia, na ka prishur Shqipërinë, po na prish... Si folëm me 100.000 vota, unë po të flas me shifra. Jo, po të flas me shifra. Në vitin 2000, gjë një fjali. Në vitin 2015, jo, më fal, jo. Në vitin 2000, do ma lësh të dëm fund. Nëse çdo ndërkombëtar sheh nga Shqipëria e thot, wow, këta pas ka një problem me pranimin e korrupsionit. Në rase një ndërkombëtar shef nga drejtësia, korrupsioni pranohet këtu në radhë të parë, pranohet këtu aptas, dhe në vend që të flasim për meritat e pamohueshme të drejtësisë, jemi këtu duke të tregojmë meritën e pamohueshme, të vetmen meritë të pamohueshme. Më fal, çfarë pyetje është na thuaj ti agron, cilat janë arritjet e SPAK-ut? Po çfarë arritje do më shumë ti ose e morën një kryetar bashkie të korruptuar, e morën nga zyra e udhën në bu, e futën në bu. Do mi futu shumë në kokë. Çfarë do më shumë ti? Belinda Balluku, zëvendës kryeministre, është në hetim dhe është e pandehur për korrupsion. Nuk është më zëvendës kryeministre. Çfarë do më shumë ti? Ishte imagjinueshme për ty para 5 vjetësh. Para 10 vjetësh ishte. Unë nuk jap votë ty. Mos ma jep. Ja pse. Nëse nuk ke. Nëse ti mbron vetëm mbledh firmat, pse SPAK-u tret nëse nuk ke objektivitetin, të kuptosh rezultatet. Të kuptosh rezultatet. Një fjali. Në vitin 2015, kur u ndërtua reforma, në atë që bën baballarët dhe mamallarët e reformës, që krijuan komisionin e ekspertëve të nivelit të lartë, synimi kryesor, qëllimi nuk që prokuroria e posaçme, që synimi që prokuroria e posaçme ishte për ndërkombëtarët dhe unë nuk e qasim presë nga ato që thoni ju. Po më lër të mbaroj. Reforma në drejtësi thuaj, në vitin 2015 është krijuar një
stok për 16.000 dosjesh. Ne me këtë reform, brenda 4 deri në 5 viteve, këtë stok dosjesh do e zerojmë. Çfarë ndodhi? Kjo ishte synimi kryesor i reformës në drejtësi, është e shkruar në tërë strategjitë e reformës. Çfarë ndodhi? Pas 10 vjetësh, stoku jo vetëm që nuk u zerua, po u 10 fishua, u bën nga 16.000 në 160.000. Ky është rezultati. Është pasojë e luftës pa precedent kundër korrupsionit. Është pasojë e luftës kundër korrupsionit. Është një pasojë negative, është e pamundur kjo gjë. Reforma është bërë me këmbë përpjet. Kaq. Atë që reforma është. Atëre Bushat, ja dhe Bushat se nuk e pyetëm e diskriminuar në këtë rast. Po këto po them. Absolutisht, është menduar. S'ka asnjë diskutim. Përmjet kësaj pyetje sa kemi sot një drejtësi ende të kapur nga politika dhe a kemi një drejtësi më të mirë se e vjetra, Bushat ç'mendon dhe a duhet të shkojmë pastaj në një të ngrihet politika dhe thot na falni se ne përveç këtij spakut s'kemi bërë gjë tjetër. Po ju kemi varosur. Politika të spaku i dhëm. Ju kemi varosur më keq. Politika bën kundërt ato. Po atë do ta mbyll atë me. Politikës të Bushat, ja, jemi okay. Spaki ka bërë ca gjumë rrugës. Bushat, se s'kemi kohë, ju lutem. Po? Politika nuk ka rëndësi këtu, se politika mund tjetë edhe, çfarë them ty, Fatmir Mediu, Arlind Qori, Lapa e tjerë. Problemi është, a do ngrihet në njërë pushtetit, thot na falni se bëm gabim me këtë reformë drejtësi? Jo, për sa kohë në periudhën e reformës në drejtësi dhe në periudhën e spakut, Rama e ka shfrytzuar për të na çuar nga një demokraci në autokraci. Pra fitimtari më i madh i reformës në drejtësi është njeriu që përforcoi pushtetin e vet. Dhe ju doni nga njeriu që ka përforcuar pushtetin e vet ta zhbëj atë që i ka dhënë më shumë pushtet, mua kjo më duket e habitshme. Ne flasim tani jo Balluku, jo Veliaj. Ore, sot me spak dhe me reformë drejtësi, Rama është më i fortë apo më i dobët? A kemi pasur ne në një herë autokrat në këto 30 vjet me plot fuqishmëri aq të madhe sa e kemi tani? Asnjëherë. Gjithakor. Asnjëherë. Përveç Majkos, 6 muaj i Lirmetës dhe tyre të gjitha kohës. Absolutisht. 35 vjet autokrat. Asnjëherë. Unë me Klod Lalën këtë Asnjëherë. Absolutisht. Po më pyete mua, pastaj ma thoni fjalën, pastaj merrni argumente. Jo, në rregull. Mi merrni argumentat dhe mi jeni poshtë. Pra, unë nuk do pres ndonjëherë sa kohë jetë Edi Rama në pushtet, që ai ti kundërvihet kësaj reforme në drejtësi, se është përfituesi par excellence i gjithë kësaj rrokopuje që ka bërë. Është çmenduri të kërkosh që ai do e prishi gjën që i ka shërbyer. Si të prishi klanin me Top Channel i Rama. O ka të edhe Lala, a duhet që politika të bëj një bilans dhe të këtë ndryshimet, bëj ndryshimet në njësë. Bilanci duhet të jetë urgjent, sepse drejtësia në përgjithësi sistemi drejtësia jo vetëm spaku, po themi. Jo, e heqim atë. Po duhet bëj një bilanc urgjent, sepse sistemi drejtësisë në Shqipëri është në kolaps total. Në rast se një proces i zakonshëm gjyqësor mbyllej për 2 vjet, sot mbyllet për minimumi 7 deri në 8 vjet. Ky është thelbi i gjithë sistemit. Për sa i përket prokurorisë posaçme është komplet tjetër gjë. Për sa i përket funksionimit të jurisdiksionit të përgjithshëm në çdo nivel dhe në çdo të drejtë, si penale, si civile, si administrative, sistemi është në kolaps. Stop. 2 fjalë vetëm. Ndaj qëndrim tërësisht të ndryshëm nga zoti Beqi, mendoj që politika duhet të mbajë tërësisht duart larg nga drejtësia. Drejtësia duhet të gjejë të gjithë mekanizmat, sepse ligjet i kemi shumë të mira, të hartoj strategji për uljen e stokut të dosjeve. Po këtë po themi. Në eficiencë, po ta bëj drejtësia. Po politika do bëj këtë. Po drejtësia s'ka të bën me. Bëndot ligjet drejtësia. Bëndot ligjet drejtësia në parlamentin tjera. Mirë, dakord. Ka strategji për uljen e stokut të dosjeve, ka strategji për uljen e numrit të rekurseve, ka strategji për mënyrën për masat e sigurimit. Ato strategji duam larg. Morën në që i quan në gjykat lart. Nazarko, 2 fjali, a duhet edhe të mbyllemi, edhe të ikim në gjykat lart. Ose do ikim. Agron? Jo the Nazarko. Nazarko mos u fut. Ta them fjalinë. Nuk është se Nazarko erdhi këtu. Reforma në drejtësi u se do hyjë në pjesën e Iranit. Reforma në drejtësi u po në Itali. Atëherë, ne jemi në një moment ku përplasja midis drejtësisë dhe ekzekutivit dhe majorancës ka arritur kulmin. Këtu pavarësisht se Agron po themi gjë tjetër.
Po pranojmë SPAK-un, po pranojmë dhe firmat e tua. Ti them unë dy fjali apo do të... Ore, pyetja është kjo drejtësi që është ndërtuar për 99.7% popullsisë, ty të duket e mirë, se unë s'tja vot ty në qoftë se tua është e mirë. Ylli, Urdhro, do më lejosh të flasë? urdhro, fol. Po jo gjëra tjera, unë këtë pyetje po të bëj. Po flasë për drejtësinë. Po flasë për drejtësinë. Drejtësinë- Edi Rama do të ndryshoj, do tentoj të ndryshoj drejtësinë dhe po bën gjithë shka. Dhe një nga mënyrat që po përdor, gjë e parë, duhet të uli besueshmërinë e drejtësisë dhe këtë po e bën në mënyrë të shkëlqyer fatkeqësisht duke përdorur të gjithë kontrollin që ka mbi mediat dhe për ditë flitet se sa e keq drejtësia të përgatitet terreni. Çfarë bëri edhe në 2013 zoti Sheh edhe nuk u ndje njëri. Këtë bëri ai edhe në 2014 dhe bëri këto lloj reforme që jemi sot. Tani konkludo se përgatit terrenin për të ulur besueshmërinë e drejtësisë. Do tani po flet nëse keni dëgjuar për referendumet, sepse do të përdori referendumet pikërisht për të kapur drejtësinë. Ky është plani që ka Edi Rama. Dhe kjo ka për të ndodhur. Ai do tentoj të ndryshoj, të kapi drejtësinë, po flet për SPAK-un, po flas për drejtësinë, të gjithë SPAK, drejtësinë. Po drejtësia ka marrë lumi pjesë tjetër. Çdo gjë që do shohim. E ka marrë lumi që mori vononë, i marrën dhe që paronën pse s'mori vetë Ajo gjatin që do dëgjojmë ne në muajt në vijim do jetë një luftë, një fushat denigruese ndaj SPAK-ut, ndaj drejtësisë, duke bërë lëmsh, duke futur brenda dhe drejtësinë e zakonshme, dhe prokurorët e zakonshëm, dhe SPAK-un, dhe GKK-on, duke thënë që e keqja e vendi drejtësia. Jemi okay. Të nderuar televizionistë, procesi shkoj tani, siç e themi vazhdimisht me zotin Bushati, ne do të vijojmë në emisionet e ardhshme, kaq ishte kjo pjesë. E patë është se cili mendon, mendimet janë të ndryshme, është mjaft diversive situata, të shojmë, që ndodhe qysh tek, po drejtësia ndoshta do mungoj. Ne do jemi prapë, do dëgjoni, do flasim, do mblidhemi gjithë tu, po drejtësia ka marrë malet. Faleminderit shumë, fare shkurt publicitet, rikthejmë me njerë.